Sot jemi nisur drejt banjës së Tetovës, vetëm 4 kilometra larg qytetit. Rruga na çon përmes peizazheve të bukura, duke shfaqur natyrën e gjelbër që rrethon këtë vend të veçantë. Ndërsa afrohemi, duke qartë se kjo është një zonë ku njeriu dhe natyra bashkëjetojnë në harmoni. Burimi i njohur i ujit të pastër dhe i shëndetshëm po na pret, dhe ne mezi presim të zbulojmë njerëzit që e vizitojnë çdo ditë, tradita që ruajnë dhe bukuritë natyrore që e bëjnë këtë vend një pikë unike në Tetovë. Banja e Tetovës është një prej mrekullive natyrore që ky qytet ruan me krenari, e vendosur pranë maleve në një mjedis të qetë dhe të gjelbërt, që njihet prej shekuj për burimet e saj të ujit termal. Nga thellësia e tokës, ky ujë del i pasur me minerale të cilët besohet se kanë veti shëruese për sëmundjet reumatike, problemet e lëkurës dhe relaksimin e trupit. Çdo ditë banor nga Tetova dhe fshatrat përreth vinë këtu për të mbushur ujë për ta përdorur në shtëpi, por edhe për të përfituar nga trajtimet natyrore. Dhe pamja këtu është gjithmonë e veçantë. Banja e Tetovës ka qenë e njohur që nga kohët e lashta, ku për shekuj me radh njerëzit e vizitonin për të shfrytëzuar ujërat termale dhe minerale me veti shëruese. Për këto burime është shkruar që pas luftës së parë botërore. Sipas dëshmive të banorëve të moshuar dhe shkrimeve të gazetarëve të asaj kohe, në vitet e 30-ta, një sipërmarrës nga Vranja, pronari një fabrike këpucësh, ndërtoi objektin e banjës. Arsyeja ishte e veçantë. Ai kishte një vajzë të sëmurë dhe uji i banjës besoi se kishte fuqi shëruese për të. Objekti ishte publik dhe ndodhej përballë xhamisë së sotme në banjën e Tetovës në anën tjetër të lumit. Brenda kishte 2 pishina të vogla me ujë mineral. Por fatkeqësisht, më vonë, 3 ushtarë të gjendarmerisë serbe humbën jetën si pasojë e avujve të ujit mineral dhe nga ajo kohë, pronarët e braktisën vendin. Me kalimin e viteve, uji shërues u zhduk, objekti humbi funksionin e tij dhe i lënë në mëshirën e kohës, u shkatrua deri në atë pikë sa nuk mbeti asnjë gjurmë. Nga ana tjetër, sipas të dhënave historike, banja e Tetovës është zbuluar shkencëtarisht gjatë përgatitjeve për ndërtimin e hidrocentralit të parë në Maqedoni, i cili vazhdon të funksionojë edhe sot e kësaj dite. Banja e Tetovës vazhdon të frekuentohet shpesh nga banorët. Përveç ujrave minerale, kjo zonë është bërë vendi preferuar për shëtitje dhe rekreacion. Gjatë vizitës sonë, takuam një banor i cili tha: "Është kënaqësi të kalosh kohë në këtë natyrë." Si jeni? Si jeni duke kaluar të banjën e Tetovës? Po mirë kalojmë qashtu, vim pak, humbi pak kohë, ecim pak. A ju pëlqen ky vend? Po thua se shumë na pëlqen, jo, po s'kemi kushte më të mira edhe vim këtu. Vini shpesh në këtë vend? Po në 3-4 ditë qashtu vim. E ju jeni banori i qytetit të Tetovës? Po, i drejtovenci që më. Cilën ditë dini më së shumë t'i këndej dhe cila kohë e ditës është më së shumë të frekuentuar? Me shumë e që frekuentuar mbrëmja, ka mbrëmja, ora 6-7. Se ditën e shumë nxehtë, edhe unë në përgjithësi ditën asnjëherë nuk vi. Ka vite që vini këtu në banjën e Tetovës? Po, vite, po. E tani, ka ndonjë ndryshim, dallim nga e kaluara? Ka ndryshim, përpara ka qenë më mirë, tash është më keq. Përse ma keq? Po s'ka kushte, nuk ka pasërti, nuk kanë shku, s'ka diçka përparim, diçka më mirë pak. Kena kushtet më të mira. Duhet komuna, duhet shteti të investojmë atë tepër. Se vetëm këtë kena, ne qëtër gjë s'kemi, as det, as liqen, as kur. E vinin mbushni edhe uj apo vetë? Jo, asnjëherë nuk mbush. E si mendoni, uj ka veti shëruese ky uj këtu apo ja? Po çfarë të them? Ki shoku im lavdërohet se ka pi ujë dhe e ka shëru lukthi. I bën mirë për lukthi. Do me thënë ka efekt? Po, ka efekt. Unë për vete të tregoj drejt asnjëherë s'kum pi. Edhe se përdore. A keni vërejt ndonjë turist të huaj që vin ta vizitojë këtë vend? Jo. Turist të huaj. As të tetovarët kështu. Bëhet më mirë, kushtet më të mira, e atëherë do të vinte ndonjë turist i huaj.
Për shumë banorë të Tetovës, ky vend nuk është vetëm një kujtim historik i banjës së dikushme me ujëra çrruese, por edhe një hapësirë e gjallë ku gërshetohen shëndeti, relaksimi dhe shoqërimi. Të moshuari gjejnë këtu një vend të qetë për të kaluar kohën, ndërsa të rinjët e shohin si një mundësi për të shkëputur nga ritmi i shpejtë i qytetit. Disa shëtisin ngadalë përgjatë shtegut pranë lumit. Disa të tjerë ndalen për të pushuar, për të biseduar apo për të shijuar ajrin e pastër dhe qetësinë që ofron natyra. Ky vend nuk është vetëm një burim shëndeti, por edhe një pjesë i identitetit të Tetovës. Brez pas brezi, banja ka mbetur një pikë takimi ku tradita, natyra dhe kujdesi për shëndetin bashkohen në një histori që vazhdon të rjetë ashtu si ujërat e saj. Nga lart hapet një pamje mbretëllëse, lumi vardar që rrihet qetë, përreth të gjelbrimi arlisur dhe njerëz që shijojnë ditën. Fëmijët vrapojnë buzë ujit, luajnë dhe kënaqen me gëzimin e tyre të pafajshëm, ndërsa më të moshuarit bëjnë shëtitje të ngadalta ose ndalen për të biseduar në hijen e pemëve. Atmosfera është e gjallë, për një moment duket sikur gjithë qyteti është mbledhur këtu. Megjithatë, kudo shihet se mungojnë investimet. Hapësira mbetet e paorganizuar, veturat janë parkuar pa rregull, shpesh duke prishur pamjen dhe duke e vështirësuar qasjen. Shumë gjëra janë lënë në mëshirën e kohës, pa kujdesin e nevojshëm që ky vend i bukur meriton. Kjo ngre një pyetje të natyrshme. Përse banorët nuk bashkohen të organizohen vetë për të gjelbruar, rregulluar dhe sistemuar këtë hapësirë? Një vend kaq i vizituar dhe i dashur mund të kthehet lehtësisht në një oazë të vërtet për qytetarët, një hapësirë publike të pastërt, të sigurt dhe të rregulluar, ku natyra dhe njerëzit të jetojnë në harmoni. Mirë po, pos gjithë kësaj, në mes të shtegu dallohen edhe shitësit e mistrit të pjekur, një skenë e zakonshme që i jep ngrohtësi i vendit, duke sjellë kujtime verore aromë tradicionale. Si ju kaloi dita sot? Dita nxehtë, që me di nxehtë edhe dielli edhe skara. Na trego si e kalon ditën këtu? Mirë që. Sa është mistri? A ka banorë që vinë banjën e Tetovës? Ka banorë, ma jo si qëra vite. Si vjetë ma pak ka, ama mundohemi. Dilni zakonisht në të vend, apo? Zakonisht, çdo ditë. Shtu në edhe diellt ka ma shumë, vinë se ditë jo punë është, edhe që jo. Mira, vinë turist nga vendet të ndryshme. Turist vinë nga vendet e jashtë, nga Zvicra, ato Zvicrë që kene ato shkuan, tash Gjermanistë, Italistë vinë ma shumë. Vinë e këtu banorë të Tetovës vinë. Po mirë, kur nuk është sezoni, a ka banorë të tjerë cilë vinë? Ka. A është i frekuentuar vendin ato? Po, është përmenës. Prej mëngjesit dalën këtu prej ora 4 mëngjesit, që hupin peshën, çdo ditë dalin qytetarët të Tetovës. Vinë edhe nga Shkupi, nga vende tjera, nga Kosova. Cila mosh dominon më shumë pikë të ndaj? Po s'di si thëmë të. Është frekuencë është e bukur, uji ka mineral për shumë sëmundje ka shërruese, pra të ma shumë dalën edhe ajri ma i pastër se në Tetovë, që gjithkund. I vedesh i para pa, ma s'ka investime, do të komuna ka investuar para 2 vite, 3 vite këtë që shtroj këto, ama duhet hala investime, ka nevoj për hoteli, për restorante ma shumë, për gjara qera, për piknike. Edhe një apel i bëj këtë komunës mbetërinë, pak edhe një parking, që duhet gjerohet pak ma shumë, që të ketë ma shumë turistë që vinë. A dua kështë sugjeruar njerëzve që të vinë, të vizitojnë banjën e Tetovës? Pa shumë që e dinë. Dhe përse? Me parking, pike parë është me parking, ja shikoni që varë, parking është ma i dendur, s'ka ku të parkoni. Çdo ditë kanë probleme me parkingin. Me që ka shumë vite që jeni ju zakonisht në këtë vend, si ishte më përpara dhe si është sot? A ka ndryshu kjo rrugë, ky vend?
për ndryshim s'ka ndryshu, që këto njëtit, vetëm që i kanë bërë këto bekatonët, që i kanë bërë këto frekvencët, edhe kirë di restorante që në hapër tash, edhe ai restorante i nalë që hapër, ka ndryshime pak, ama jo të asë shumë, ama do të ala investime, do të komuna, do të ma shumë të investojë. Dhe tani më thuaj sa është misri. Misri është 80 dinar. Ja vlen me këtë çmim? Pa ja vlen, do kush ta ja vlen, do kush anë kohët, nuk është qatë çmimi i lartë, po mesatar. E nga është misri? Njësi E cili fshat? i prodhoj vetë. Qytet jetoj, vetë jem qytetar, ama vetë e prodhoj këtë misri. Prodhoj misër, ki është i verdhë e i ambël. I thënë sheqer, kam edhe misër të bardhë. Janë dy lloje. Po dy lloje. Kjo është edhe i bardhë, kjo e misër fshati për pare që kanë mbjedhur. Mirë, jemi të kënaqur. Uji buron i pastër nga toka, i qetë dhe i pandërprerë, duke dëshmuar forcën dhe bujarinë e natyrës. Këtu nuk ka ndërtesa, po struktura të mëdha. Gjithçka është e thjeshtë, natyrale dhe e hapur për të gjithë. Ky vend është një shembull i gjallë i lidhjes së njeriut me burimet e tokës, një traditë që vazhdon prej shumë brezash. Një hap larg qytetit, por një hap më afër paqes dhe bukurisë së pastër natyrore. Banje e Tetovës mbetet një pasuri e çmuar natyrore shekuj me radhë. Nga ky udhëtim drejt banjës së Tetovës, mësojmë se forca e natyrës dhe tradita janë trashëgimi që duhet ruajtur dhe përcjellur brez pas brezi.